Liderët e Vlenit munguan në shënimin e 25 vjetorit të betejës së Araqinës, ndërsa kreu i kësaj komune Daud Beqiri mungoi në shënimin e 2 vjetorit të formimit të qeverisë. Sikur të mos mjaftonte kjo, Daud Beqiri u pa së bashku me Ali Ahmeti në një akademi përkujtimore po ashtu në Araqinë. Kjo krijoi huti në opinion duke ngritur shumë pyetje nëse Daud Beqiri mbetet pjesë e Vlenit apo është afruar me BD-n e Ali Ahmetit, por jo më larg se sot Daud Beqiri doli në një konferencë për shtyp duke akuzuar BD-n për keqpërdorime në Korçovën e Ali Ahmetit. Vetëm para 3 ditësh e informuam opinionin për dyshime serioze rreth projektit të kanalizimit në Zajas. Sot, ky skandal korruptiv me projektin e dështuar të kanalizimit merr dimension të ri. Nga ana tjetër, Fatmir Limani, ministri i Punës dhe Politikës Sociale, tha se nuk përbën ndonjë lajm të madh fakti nëse do të vazhdon ose jo të mbetet ministër, pasi që sipas tij, me rëndësi është se çfarë kanë bërë në këtë periudhë sa ka mbajtur këtë funksion. Limani madje tha se nuk vdes edhe nëse del nga Vlen përkundërzi do të rilind, siç e rilindi kur doli nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Nuk është e rëndësishme pozicioni i Fatmir Limanit, shumë e rëndësishme a kryejmë hapësirë për të rinj këto. Sido që i tjetë unë i shoh gjërat në afat gjatë. Kur janë larguar prej BDI-s, dikush mendoj se vdes, unë rilinda. Edhe sot, kur jemi këtu, mendon dikush se Fatmir Limani me largimin e tij do të vdes, por me rilindim përsëri me të vetmin qëllim, për të krijuar kushte për gjithë ato të rinj që i kanë sy e vesh të ne. Pavarësisht faktit se zgjedhjet parlamentare duket se janë larg, intensifikimi i aktiviteteve partijake dhe dërgimi i mesazheve të tilla përmes mediave lën për të dyshuar se zgjedhjet e parakoshme mund të ndodhin më shpejt se që pritet.